Ne kemi e pas këtë përvojë edhe me nënat tona. Unë mendoj që nënat tona mendoj që kanë sakrifikuar shumë për neve. Edhe shpesh herë kur ndalem edhe mendoj ndoshta pak edhe kanë gabu, se e kalon anash aq shumë vetën. Ato faktikisht që mbon ana dhe kanë heq dorë prej qenit grua, kanë heq dorë prej qenit individ. Kanë marrë si primat rolin e tyre si nana. Mendoj që tashti nanat e reja kanë arrit me bo një balancimi, ose paktën po mundohen që me qenë edhe individ, me qenë edhe nana, me qenë edhe profesioniste edhe bashkëqorte. Sa është e rëndësishme me qenë na individualista duke u nisë gjithmonë prej vetës edhe me qenë kërkesat tona ose nevojat tona në plan të parë. Në momentin që krijojmë familje, a është momentin që bohemi nana, në fakt, a del dëshira jo në planin e dytë? Unë ende nuk jam nënë, kështu që mund të me folë për këtë vetëm me hamendësime, por duke u nisë prej nanës tamë, prej nanave tjerëve, prej motrës që është pashto prendesh nanë, mendoj që po, është kjo tendenca, sepse fakti që ti e sjell në jetë një krijesë të re, trupit ndahet ndësht, ndahet edhe zemra, ndahet edhe shpirti. Por mendoj që gjithsesi çdo